Se përket shitblerjes, kontratave online nëpërmjet internetit, këto futen edhe kontratat nëpërmjet telefonave, kontratat nëpërmjet faksave që kanë qenë më herët, dhe tash format e fundit nëpërmjet këtyre farë metodave elektronike që hiket në internet, me WhatsApp, me Viber, me email dhe me të tjera. Këto kanë një çështje që duhet të diskutohet, të çështje vogël, e që ka të bëjë rreth kushteve të shitblerjes, ku prej kushteve të shitblerjes është me qenë në një mexhlis, dy kontraktost. Prej kushteve të shitblerjes është me qenë në një mexhlis. E që nuk kupton, kundërta asaj, nuk bën të zami unë ty të paraqes një mall, thëma ma blenë që te, edhe ti, kur del të dera që atjo se shkon sa kak dikon atjo se ku t'i kërë, thu po, kjo nuk nëmrohet shitblerje, dohet në mexhlis, prej kushteve. Tash, në online, ajo është në Dubai, është në Kinë, është i largë shtëpisë tane dikun tjetër, nuk e di diku heq, ti je këto. Pra mexhlisi nuk është i njëjtë. A thu futet që to, a nuk futet? Realiteti është që futet, pse kanë thënë ulemat e vjetër, për ty në manëve viju, kanë cekë Ibn Abidin Hanefive, kanë cekë disa ulemat të mëdhëbeve të ndryshme, kur kanë folur për këtë kusht, për me qenë mexhlisi i njëjtë, kanë thënë, kanë për shembull, nëse dy veta janë në dy anë të lumit, njëra është këtë anë të lumit, tjetër është në anën tjetër të lumit. Dhe lumi tjetë 10 metra, 15, 20 metra i gjatë. Dhe bëjnë llaf me zvete ata. Kë ndëgjon ata, ai ndëgjon këta. Nëse kë i shet këtij diçka dhe kë pranon me ble, a konsiderohet që deri kanë thonë po. Pse? Sepse po arrin me kuptu tamam ta. Nga se synimi i shariatit për njësimin e mexhlisit, me qenë mexhlisi, me qenë një mexhlis, nuk është për qëllim me qenë pa qarë në gjitë me trup, ose me qenë 2 metra ose 1 metër. Më rëndësi është me kuptu këta pa problem. Dhe këta po kuptohen, kënë këtë brekt lumit, këtë brekt lumit. Shembull tjetër kanë sjellur, kënë këtë kodër, kënë këtë kodër. Se që bandë, kur rrinë piksa e kodër, në atë kodër flasin me zveti mirën vesh. Po nëse kjo bën, atër pse s'bën kjo nëpërmjet telefonatave, nëpërmjet faksave, nëpërmjet internetit, ku në fakt të jenë mexhlis me te, vetëm se ajo është fund dunjas atje, ti je këtu, ja qenë emailën, ta ktheni emailën, i flet me faks, i flet me internet, i flet me WhatsApp ku ta diune, andaj bën.